Ja, kishe lëshu Kosovën? Po një magjistër dhe punoj një drejtim krejtësisht tjetër që nuk përka domethënë me profesionin tim se e zhvilloj. Edhe i kishe lëshu vendin? E kisha shumë njerë. Me çfarë pagë kishu mujt mja dal? Po nuk është pyetje vetëm paga. Se me pas politikë më të mirë, kishim edhe ekonomi më të zhvilluar. So i me politikën e vendit tonë? Hesa s'pak, edhe bile ma apolitik. Po na tregon çfarë mendimi ki për rinin që pëlqejnë vendin tonë? Për rinin është fenomenal më i hershëm, shkaqet janë dijet politike, dijet ekonomike, edhe çdo. Besoj krye kupot politike, se me pas politikë më të mirë, kishim edhe ekonomi më të zhvilluar. So i me politikën e vendit tonë? Hesa s'pak, edhe bile ma apolitik. Kush ka zgënjy mas shumë ti? Gjithë politikat, gjitha partitë, gjitha subjektet politike. Gjithmonë kur kemi udhëhec, do të thonë kemi pas gabime, lëshime fatale, dihen, mos mi përsërit më shumë. Po kjo ndikon edhe të rinia dhe të një brezë, të shumë brezë ndoshta. Ja, kishe lëshu Kosovën për me dalë me punu jashtë vendit? Po një magjistër dhe punoj një drejtim krejtësisht tjetër që nuk përka domethënë me profesionin tim se e zhvilloj. Edhe i kishe lëshu vendin? E kisha shumë njerë. Me çfarë pagë kishu mujt mja dalë qëto? Po nuk është pyetje vetëm paga, është pyetje sistemimi. Është pyetje shembull kur dikush ka plot magjistra, ka doktorë shkencës, se ndoshta e punojnë një punë dytë ose një punë tjetër për shkaqe ekonomike vetëm sa me mbijetu, e nuk është i thirrur për ata çka domethënë ka titullin, nuk punon. Duhet edhe mu sistemu në mënyra të ndryshme, domethënë, jo vetëm parja apo paga. Faleminderit shumë. Faleminderit për ju. Vendit unë mendoj që janë shumë, kanë krenarin ata, po edhe ne kemi krenarin për ata. Edhe ata si herojnë edhe si luftëtar kanë qenë shumë, domethënë e ka qenë nevojshme për dhe përshlimin e dheut. Normalisht. Edhe kush do të pas trima, edhe sot siç ka pas atëherë. Ka me pas gjithse që si pas nevojë, që shqilip nevojë, se na teritorin e Kosovës hala nuk e kemi definitiv, domethënë të lirë, domethënë me marr ajt pastër, ku do qoftë për shembull në veri apo ku do qoftë si shkojsh, nuk kanë lirë. Është shliru Mitrovica e Veriut. Po tashti sipas medjeve që i ndëgjojmë për çdo mbrëmje, unë për veti hala nuk kam qenë me vërtetu se si është situata atje. Amo si shifet në për media që japin për çdo ditë, duket si me qenë lirt. Mirë, po hala ka tendenca. A mendon që mundet hala me na sulmu armiku? Gjithsesi, se ajo është armik i përbetuar, nuk është armik, veç ka qenë një shekull armik edhe po zhduket, mirë, po ai nuk po zhduket kryesësi. Pa shif për çdo. I kam vrejt edhe domethënë ditën e djeshme se çka ka ndodhur parlamentin serb. E kemi po edhe prap domethënë i hedhin ata akuzat te populli shqiptar, gjë se populli shqiptar pe pengon atje me jetu popullin serb në Serbi. Ajo është një popull shumë i eger. Unë ushtrinë e kam bën në Beograd, të nishin bashkëkohën e demonstratëve. Sa vështirë ka qenë? Ka qenë shumë e vështirë. Përshëndetje. Mirë. Apo na tregon cili u kon momenti më i mirë për ty? Momenti më i mirë në jetë për mua është shlirimi i Kosovës. Shlirimi i Kosovës? Po. A pe gëzojna këtë liri që e kena? Bukur shumë për e gëzojna. Bukur shumë. Rinia sot ashtu e gëzu lirin sa dohet, a pja din vlerën lirisë që sot për... Rinia nuk ja din vlerën shumë, se nuk ka vujt. E nuk i kanë përjetuar demonstratat që i kom përjetuar unë për shembull. E lemu ata tjerë që i kanë shkatruar policia e Serbisë këta. Por gradualisht mund të mësohen me ja ditë vlerën kur t'ja u shpjegojnë matë vjetrit prind. Shoqënia pak me vjetër. A pi dëgjojnë të vjetrit, a pe kanë respektin e njëjtë që keni pas jo? Jo, nuk është kajtë si për para, por... Pse ka ndryshu? Ama, që bota ndryshon, jeta ndryshon, e ka bo punën edhe qashtja e emigracionit. Emigracioni, që mos shohin prendim, që mos lindje, vinë këto, mundohen për ato për mënaj transmitu neve, me o transmitu boshatarve të vetë. Po mi po nuk është mirë ajo. Po mendon që rinia që po jetojnë në Mergem, po i... Rinia që vinë këto,
i doktrinojnë këta tjertë, në disa raste të mira. Ndikojnë këta për shembull kur ata vinë me kirrët shtrejta, me telefonat mirë. Po, pra, për ata edhe bëhet merak, edhe shkojnë, po nuk e din çka është emigracioni. Unë si i ri, kom shetit me i pa vendet, por kur s'kom qenë të akord me çu vendin tim. Atash, mas pensionimit, prej atje Amerikës, me shtetet ndryshme të Amerikës, me shtetet ndryshme të Evropës, po nuk e ndroj Kosovën edhe ku me di që ka me më dhonë. Nuk e ndron Kosovës në A unë jom pensionist i Kosovës, me qëtë pension të vogël. Apo të mjafton pensioni që e Po jo, bra, nuk mjafton pensioni, por ka ndryshu gjanat. Pensionin që ja u rritën 20 euro, çfarë mendimi ki? Miro, sa do pak, një ndihmë e vogël është për të gjithë, ai që e din, por do të dhe me kuptuar qeverinë. Ka të lashet lojshme që i kanë bet pej trashëgim pej qeverive të kalume. Pastaj do të me ditë që ajo nuk ka mujt me orientu budgetin vetëm në pensione e në rroga të popullit, por ka, do me thonë, mjafton që ka bo për çështje sigurie shumë bukur. Se vetëm që ajo çka është në media për çështje sigurie mjafton, jo që na si dim gjitha, nuk mund t'i dim, se ato janë plot edhe shefci ushtarake, shefci të shtetit. E çfarë këshilla ja u kishe jep ti rinismës me çu vendin tonë me punu për Këshilla me ul kryet, me mësu si duhet, me krye një profesion, pa marrë parasysh a e kreu universitetin apo shkollën e mesme apo një zanat, me ul kryet, me punu në vendin e vetë, me gëzuar lirin këtu dhe jo jashtë. Nuk ka jashtë unë pezam që po flasë për Amerikë. Ti tua ose fëmijët tona, kishe lënë me dojtë? Jo, unë nuk i kam penguar, po ata kanë dalë fill, do me thonë, pas lufte, sepse nuk ka pas këtu kushte, as minimale për punë. Kanë qenë rrogat e vogla, unë e di rroga fillestare ndoshta ka qenë 100 euro. E që ka bënë me to, po ata kanë dalë, po unë kom dalë vizitë të ta, edhe kom nej me ka 5-6 muj e këthyë. Prapë, kom dalë në Amerikë sa herë, kom dalë me në muj 2-3 herë, 4 herë, por nuk është në rregull me e adhuru vendin e huj, kur aty është kombinim i lloj populate, nuk ka në rregull, as fëmijët nuk rriten si duhet aty, as jeta si duhet, jeta në prendim, edhe në Evropë, edhe në Amerikë, është shumë dinamike. Unë nisna prej djemve të mi, do me thonë, e ka një punë të mirë, pezam, është menaxheri i qkafit, i restoranit, mirë, po niset me udhëton brenda dite, për shembull 3 deri 4 orë me vetur. Çka do të thotë? Edhe atje punon 8 orë ose 10 orë, varet si e ka, veç do me thonë tonë dita kalon në ngarkesa. Ajo nuk ka jetë. I merr $3-4.000, po ma shumë se gjysa i shkojnë për banesë, tjerat i shkojnë për regjistrim të fëmijëve ane e kënej, do me thonë nuk i mbetet për ushqim si duhet. Kështu, ma rahat është këto me u vendos, rrogat rriten, perspektiva është e këtij vendi edhe i lumi ai që jeton në Kosovë. Unë kur kom shku herën e parë pas lufte o fjalla edhe Amerikë, kur jam këthyë, ju kom thonë që kom me puth tokën e Kosovës. Edhe qashtu ka ndodhë, po, e tash, unë po të thamë, ka disa mungesa këtu që janë tash, për shembull infrastruktura, rrugët hala nuk janë zjanu si duhet, nuk o bo do një rregull në trafik, po në trafiku në ke edhe në botën e jashtme që shtu. Të midis Amerikës e ke udhëton prej Bronxin, në Manhattan, i bon 2 orë do njëherë. Kur nuk mundet me mrit kohë caktume. Do me thonë për çdo tërmin që e ka caktum, do të mund nis 2-3 orë për para. Ajo sa jetë, ajo sa në rregull, rinis tonë, i uroj sukses në vendin e vetë. Faleminderit shumë. Qofshi me ne.